الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تعالى فلندرojmë dhe pejti falje dhe ndihmë kërkojmë, salavat dhe salame dërgojmë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij të pastër dhe të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe gjithë pasuesit e tij deri në ditën e fundit. Sot me lejnë Allah do të vazhdojmë në dersin e dytë në adhurimin e kënaqësisë ndaj Allahut dhe kënaqësisë ndaj caktimeve që Allahu Azza wa Jall i ka caktuar për robët e tij, qofshin ato caktime të mira për robën, apo qofshin ato caktime që janë dëm tina, në gjitha gjendjet me qenë i kënaqur me Allahun Azza wa Jall. Në javën e kaluar kena theksu rreth definicionit, kena theksu çka ngërthon këtë temë, çka kena synim, qysh kena me shku gjatë sqarimit temës e kështu me radhë. Në gjatë kësaj jave vetë se jena fut në ato gjanat që duhet me ditë për këtë adhurim, edhe çka na ndihmon që sa më mirë me kuptu këtë adhurim, e që me lutë Allahun Azza wa Jall secili prej neve me na mundësu me praktiku sot kena mundësi. Në kuadër këtij adhurimit është edhe të kënaqurit me mëkatin. Shumë njerëz vëllazërit e mi që bëjnë mëkate, kënaqen gjatë mëkatit, kënaqen pasi që kanë bërë atë mëkat, lavdërohen me të, edhe kënaqen kur e rikujtojnë se kanë me bërë përsëri atë mëkat. Për shembull, një djalë i ri ose një vajzë e re, prej lavdata më të shpeshta që e bën përpara shoqënisë tina ose të sajna, është sa ka arrit me pas në farë mënyre kontakt intim me gjinin e kundërt, Allahu na ruaj. Padyshim se kjo prej mëkateve më të mëdha, zinaja, moraliteti është prej mëkateve shkatruese, prej mëkateve që Allahu Azza wa Jall ka premtu dënim tash për këtë botë dhe në botën tjetër. Edhe në botën tjetër ka thonë yudha'af lahumul adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allahu aty në 3 grupe që përmend ajete, e që është për qëllim ata që adhurojnë tjetër kanë pas Allahut, ata që vrasin njerëz dhe ata që bëjnë immoralitet, dhe të këtyre 3 lloj njerëzve ja ushton dënimin ditën e gjykimit dhe i lënë një periudhë gjatë në xhenem. Për ata që s'kan besu ose kanë mohu Allahun, ata do të jenë gjithmonë në xhenem. Allahu na ruaj. Pra, kështu Allahu i kërcënon këta njerëz që bin këto mëkate. Ndërsa fatkeqësisht gjendja rinin ton, të vllazërit, motrat tona, të afërmit ton, vajzat dhe djemt ton është shumë e rëndë, sa që krenohen dhe me plot krenari në burret për këtë lloj mëkate, Zoti na ruaj. Po ashtu disa njerëz tjerë krenohen se kanë arrit me mashtru filanin tregti. Që shi përdoren ato shprehjet, ja lshova filanit, ja bëna, Allahu na ruaj, krenohet me atë gjunat që ka bërë para njerëzve. E plot tjerë, Allahu na ruaj, e arsyetojnë gjunahun e vet edhe me ajete kuranore edhe me hadithe. Ka njerëz për shembull se në disa grupe devijone të folurit për hoxhallar, për dietar, për xhamat, e shohin prej fesë. Dhe mbi këtë bazë që është shumë e shenjtë e vlefshme të dietarët që dinë me përdor, ata e keq përdoren dhe e zgjerojnë sa që nuk lojnë njerëz pa fol me ta për ta, e këtë gibet, këtë përgojim e arsyetojnë me ajete, me hadithe edhe me kuptim dietarëve të parë, gjeneratave të para, që është grupi i njohur për juve, e quajtur medhalia, po pasues të medhaliut, Allahu na ruaj, që nuk lojnë asnjë hoxh pa marrë për gojë e pa fol për ta, duke arsyetuar Zoti na ruaj me ajete, hadithe dhe krenohen me këto gjëra. Pra këta njerëz, Allahu na ruaj, Allah Azza wa Jall jo si dënon veç për gjunohin që kanë bërë, për zinon, për amoralitetin, për gibetin, për të folurit keq për njerëz, për padrejtësinë, për mashtrimin, jo vetëm, por i dënon edhe për kënaqësinë që e kanë pas gjatë procesit
qati veprimit, po ashtu edhe mburjen e tyre, pasi që e kanë kryer një haram të caktuar, Zoti na ruaj. Dhe Allah Azza wa Jall tregon se këta njerëz që arrin këtë grad janë njerëz që nuk ndahen me iblisin, janë të shoqërueshëm gjatë gjithë kohës me ta, janë në farë mënyrë miqësia me të është e atij nivelit sa që nuk e paramenon një çast pa bu me katë. Allah Azza wa Jall thot: "Wa qadayna lahum qurana fazayyana lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum." E kena caktuar aty në qurana, është për qëllim ju kena bën njerëz, e kena caktuar shejtan iblisa që t'jenë me ta të afërt, e t'ja zbukurojnë aty në veprat e tyne të këqija, ato që i bëjshën para njerëzve dhe ato që i bëjshën pas shpinave tyne, Allahu na ruaj. Andaj vllaznik, ky është grupi i parë që Allahu tregon se shkaku i mëkatimit të vazhdueshëm këtyre njerëzve është se kanë bërë shejtanin mik dhe në farë mënyre e pasojnë iblisin edhe ushtrinë e tina, pa ndërprerje dhe nuk ja prishin në asnjë moment të jetës tyne. E Allahu pastaj thot: "Wa zayyana lahum", ja kena zbukuruar aty në gjunahin, atë gjuna e bojnë përpara, për masë gjatë gjithë kohës, Zoti na fal. Po ashtu këta njerëz vllaznitë e mi, përveç që e bojnë gjunahin, edhe arsyetohen për mëkatin që e bojnë. Allah Azza wa Jall thot: "Wa idha fa'alu fahisha", këta njerëz kur bojnë mëkat, kur janë rënë mëkate të caktuara, qala wajadna 'alayha aba'ana, thonë që shtu e këna gjithë baballarët tonë të bojë gjuna. Asina të parë që bojnë, asina të fundit. Ta shtu do në mërë, njëre është i thirën mërë që tu çdo veprim të vetin, qoftë i mirë apo i keq. E zakonisht kur të kritikohet, e ke po njërin kritik, fillon mërë që tu vetin. Qysharë që tu në të punën e gjunahit, thënë që shtu e këna gjithë prind tona, ta na kanë mësuna, asina të parë që këna zbulu më patën e kështu më radhë. Wallahu amarana bihadha. Dhe jo vetëm, po ta shqeqisin edhe një shkollë matnatë, Allahu na ruaj. Thonë edhe Allahu neve në ka urdhnu me bojë gjëna, shqena në që bojna diçka që s'na ka urdhnu me bojë Zoti. Pra, deri në këtë drejtë ka njerëz që arsyetojnë veprat e tyre të liga, mëkatimet e tyre, sa që thonë Allahu na ka urdhnu, na për Zotin për bojna, për të mbrojt fenë e tij për bojna. Shumë njerëz që përmana më herët folin për njerëz, sa për mbrojna fenë, asë din që kejtë kjo është gibet, për gojem Allah na ruaj. Kull, thot Allahu ju urdhnon juve për mëkat, a për Allahun po thoni që ju shtin juve në gjuna, Allahu na ruaj. E taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, apo thoni për Allahun ato që s'e dini, ato që s'keni ni, ato që s'keni argument për ta, qysh me shti Zotin gjuna. So njerëz, për shembull vllazni, e përdorin ajetet që janë për meditim krijimtarinë e Allahut me këshill gjinin e kundërt. Thotë Allah Azza wa Jall, thot meditoni në krijimtarinë tëm, ata thonë që po meditojnë ato këshill haram. Pra përdorin ajete me ardhë të mëkat. Këta janë, Allah na ruaj, që njerëz më të këqij që mund më ardhë në rrugën toksor që e përdorin fenë e Allahut për me arrit qëllimet e tyre, epshat e tyre, Zotin na fal, sa që iblisin këtë ndërregje s'ka qenë para Allahut Azza wa Jall, qysh arrin këta njerëz të përdor fenë Allahut me i knash egot e tyre. E para është kjo, e dyta vllazni që na mujna me thonë është se Allahu Azza wa Jall, shumë njerëz e gjejnë të arsyetu të thonë se na kena zemrën e mirë. So herë i këni një jo si gjemat, familjarët, rrethën e gjanë, kër i këni vetë në herë pëse s'falni, ka thonë se na kena zemrën e mirë. Unë si bëj keq kërkojt, nuk ja vije dhe kërkojt pasunin e kështë më radhë. So që dë njerëz, dhe ishë unë e pi alkohol për me shqit, se s'maj me shqit alkoholin për e pi edhe vetë. Ta është dhe në qitë dërejgje, më nuhen me arsyetu me kotën e vetë. E për këta, pejgamberi sasrim, hadithin që transmeton Ebu Hurajra, që është në Sahihun e Muslimit, thot: "Inna Allaha la yanzuru fi suwarikum
Allah Azza wa Jalla nuk shikon në fizionominë e juve, wala fi ajsamikum, e as në trupat e juve, walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Fa Allah Azza wa Jalla shikon në zemrat e juve edhe në punë që i bani. Punë që donin që rezultat i zemrave të pasta të mira. Pra çdo njeri që pretendon se bën mirë pa i kry urdhnat e Allahut, edhe të shku ndalesat e Allahut, që arsëtohet me zemër të mirë, ky është prej atyre njerëzve që qështu nuk bojnë as kriminal të më të mëdhej. Ata e bojnë të keqen edhe e din që kanë bo. Po ky i shkreti ju vesh që se din që është të bu keq, po ky menon që po mirë. Se për shembull në njëri kur e vron në njëri pa hak, e din se ka bu keq. Vrasje të krejt të keq. Po në njëri që arsyetues se ka zemrën e mirë, e s'falet, e ka zemrën e mirë, e s'agjeron, e ka zemrën e mirë, e s'shkon hax, e ka zemrën e mirë, e shoh një njëri me sunet, një njëri që falet, e ofendon, e thot, shkon në këta emrat që i thënë në Arabi e kështë më radhë, të menu që është mirë, Allah në rrët, kjo është në gjendje më të keqe, sa i që i bë keq e di që bë keq. Se kjo hisë se din që i bë keq e ka zemrën që thonë ulemaja, për i tyne Ibn Qayyim rahimahullah thot zemrën e tij i ngjan asaj zemrës që mbahet me aparaturë të jashtme. Ai nuk arrin më mojt vetë, po do të më mojt me aparaturë të jashtme, e që në momentin që elshon ajo jashtme, elshon edhe puna e brendshme. Kështu edhe njëri mohet me do të mira që i ka bën ai herë, thotë unë zgjedh, unë sraj, mohet me ato të jashtmen, e që realisht në raport me Allahun Azza wa Jall nuk janë arsye për me thonë Zotit e ju në adhurim e as në shtrim. Po ashtu vëllezërit e mi, prej gjonave që do të me kuptu në këtë aspekt gjatë këtij adhurimi është të kënaqurit me caktimin e Allahut Azza wa Jall, është për qëllim me ligjin e tina. Kuptimi i drejt i kënaqësisë së Allahut Azza wa Jall, kënaqësisë në kaderën e tij, në kadon e tij, ato që ka përcaktuar, është kuptimi i drejt më kënaq me gjitha ligjet që kanë ardhur në këtë tokë për njerëz. Qofshin ato ligje shariatike, qofshin ato ligje kozmologjike, apo që janë është fjala ligjet që ka bërë natyrë. Në ligjet e natyrës jena, që shtojnë djetarët, jena të obligun, s'ki mundësi me thonë, po du me ndryshu gravitetin, ja s'manesh, do të një nështru qaj që është, do të me qenë për bëllë tina në atë aspekt që ty së të rrezikohet jeta. Jo me donë me thonë për maj gravitetin edhe në momentin e parë e vrenë se sot domët që jashka këtën vetit me donë për i kësoj banesës më ronë tokë. Po në kjo nuk shëndran në aspektin e ligjeve të shariatit. Të ligjet e shariatit, të Kur'ani, Suneti, ajetit që kanë ardhur për rregullimin e jetës, shumë njerëz fillojnë ndaj tyne me pas qasje të rebelume. E padyshim që kjo rrezikon islamin e tina. Njëri me mohu, qoftë edhe një shkruajnë, një fetha, taha, me thonë s'ka taha në Kur'an, del për fesë. E jo me mohu një ligj prej ligjet të Allahut. Me mohu një ligj ose me urrejt një ligj që Allah Azza wa Jall e ka bo për njerëzit. Allah Azza wa Jall kur fol për ligjet e tina që janë qasas ato, kur i thën ato gjunohat e mëdha, thot anto ka hayatun li ulil albab, ka jetë për ata që mendojnë. Kënaqësia ndaj ligjeve të Allahut Azza wa Jall shariatike është prej fesë, është prej imanit, e që padyshim do të secili prej neve me qenë për bollë këtyre ligjeve që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që para Allahut me qenë kul qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Se Ibrahim alayhis salam që thot qala aslim nashtrov, thot unë nashtrova për Allahut Zotit botëm, ose se Allah Azza wa Jall që thon surën Nisa fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Jo, pasha Zotin tënë, s'kam besu, dhe sot marrën ty si hakim, si gjykatës, në gjithë sen që ata kanë mos pajtim me zveti. Në gjithë aspekt që kanë mos pajtim, e kanë obligim me të marrë ty. Wa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qada.
edhe as nuk gjojnë diçka në vetën e vetë më lep prej gjykimit të Allahut azza wa jall. Nuk gjojnë, për shembull ka caktuar Allah që çdo kënaqen me ta, nuk ja nisën me shti, me filozofu, me thonë ja kjo kështu, ja kjo kështu, ja kjo kështu, edhe mi kallëzu Allahut çka bën me fenë tina, so që Allah thot etualimun Allah bidini, ajo për mësoni Allahun për fenë tina. Para mëna në ka kësi njerës që dalin i kallëzojnë Allahut azza wa jall se çka duhet me bo në karshit fesë tina. Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Madarij Salikin thot çdo ligj që njerëzit se marrin gjykues Allahun edhe dërgunin e tina, ata janë të kënaqur me Allahun si Zot, as me të dërgunin e tij si pejgamber. Çdo herë që nuk e marrin, se kjo tregon e jashtëmja e tyre që ka brendësia e tyre. Se na nuk e dina të msheften. Qysh e dina që një njeri është musliman? Kur është shumë që falet, që agjeron, që fol mirë, ta këthen se namen, hinë gjami, e këne mësu librat e djetarëve që të regojnë se qysh një njërë është musliman. E qysh e dine që së është musliman, kur si bën qëto sane, kur zbeson në Allahun, as ditën e gjykimit, e shprej me goj, me bindje, e kështu me radhë. Pra, aja që është në zemër, zakonisht shfaqet në gjuhët dhe veprimet e njerëzve. Përveç se të munafiqët që ata në raport me Allahun e japin më të lirën, në raport me të njerëzit e japin më të mirën, ata e kanë marrë njerëz si adhurues kur të janë para fetarëve, shtihen si fetarët më të mëdhenj, kur i mesin me munafikat, i qesin atë vënërën e vet ndaj fesë islame, ndaj pejgamberit, sa Allahu thotë yuriduna yutfi'u nur Allahi bi afwahihim. Ata dojnë me shym dritën e Allahut me gjuhët e tyre, wallahu mutimmu nurihi, Allah është ai që plotson fenë e tij, walau karihal kafirun, edhe nëse e urrejnë këto kufart. Pejtë sene tjera që i përmen Ibn Taymije në aspektin e të kënaqësurit me qadar është, thot është 3 lloje. Lloji i parë caktimi me adhurimet që janë obligim. Njëri thot Ibn Taymije rahimahullah në Majmu' Fatawa duhet më kanë i kënaqur me krejt obligimet që Allah azza wa jalla ka bu për më qenë prej atyre që o hyjnë këtë adhurim. Çdo obligim që Allah azza wa jalla e ka obligu, do të më kanë i kënaqur me atë obligim edhe me marrë si në shtrim. Shumë obligime na si kuptojna. A ka urtësi gjithsesi, po na si kuptojna. Për shembull, pse mi fal 2 rekate sabah, se kuptojna. Pse mi fal 4 yatsi. Edhe këto gjëra që na nuk i kuptojna. Pse 5 vakte, pse jo 8 vakte. Këto nuk bën me lodh trunin, se që shto e ka caktu, do të më konë i knashën. Çdo sen që është obligim, do të më konë në nështrimin ndaj sojna, obligim, edhe knasia ndaj ati obligimit, do të më konë në zemrën tonë që gjindet. E dyta që përmenë, thot Ibn Taymije rahimahullah, është me qenë karshi haramave të Allah që i ka caktu i rujton. Është prej kuptunit e knasisë të Allahut edhe më munu më knash të ik për harame. Jo përveç që zbojnë harame, po edhe kënaqem që Allahu na ka ruaj për shtynë harame, s'na ka mundsuar me kon, e jo si do njerëz fatkeqësisht që ik një farë neje, një farë koncerti, bëhet peshman qysh be kesh më punë, s'mujta me shku, a kështu më radhë, Allah na ruaj. E treta që përmen Ibn Taymije është të kënaqurit me kufrin, është që e prish këtë adhurim. Fatkeqësisht që të kënaqurit me kufrin është për qëllim jo veç kufrin e tyre, po të kënaqurit edhe me ata që bartin kufrin. Shumë njerëz për shembull kanë pse Lionel Messi ka vrarë kanë. Para më deri ku mrin dashnia për ta kanë pse ajo u lëndu, s'ka më lujt 3 javë, 2 javë çyshen ato. Pra kënaqurit mas njerëzve të kufrit, Ibn Taymije rahimahullah në librin e tij që i bën Gjawabul Sahih, përgjigje e saktë limen beddele dinul Mesih, për ata që kanë ndru fenë e Isait a.s. Këtë libër thot ata që njerëz që kënaqen me kufër, kënaqen me njerëz të kufrit, Allahu na ruajt, është rrezik më bosita, se Allahu azza wa jalla thot wa man yatawalla minkum fa huwa minhum, kush do pe ju që i merr ata aulia, i merr të dashur ata, ai është prej tyre, Allahu na ruaj. Andaj kënasia ndaj Allahut do të thonë
mos kënaqësi ndaj kufrit. Kënaqësia ndaj kufrit dhe njerëzve të kufrit do të thonë mos kënaqësi ndaj Allahut, kështu që miru këtu poteza këtu vija është për këtë kuptimit këtij adhurimi. Pozita e këtij adhurimit në Islam, në fenë tonë, padyshim se ka adhurim është prej adhurimeve kryesore që e përmenin dietarët. Soç Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Madarij as-Salikin vollumin e 2 faqen 117-18 kur fol për këtë adhurim, thotë se është shpirti i çdo adhurimi të zemrës. Thotë kënaqësia me Allahun azza wa jall është shpirti i bindjes në Allahun, është shpirti i dashurisë ndaj Allahut, është shpirti i mbështetjes në Allahun, është shpirti i frikës për Allahut, është shpirti i që Allah azza wa jall na sheh. Pra thotë nëse krejt adhurimet janë pjesë pandashme trupit që e formojnë trupin, nëse lejohet me thonë, do për shembull sabri ose dora, frika për Allahut si ka me kështu më radhë, thotë nëse guxojna me thonë trup, atëherë shpirti i këtij trupi është mbështetja në Allahun azza wa jall, që një trup sot do me pas më konë i mirë, kur s'ka shpirt, s'ki mundësi me nejt afertina, vdek nana, vdek baba, nuk mund edhe një natë me hi me flet me të, për shkak se ma s'ka shpirt. Thot, shpirti i çdo adhurimi është kënaqësia me Allahun azza wa jall në çdo gjendje, qoftë ajo e mirë për neve, apo qoftë ajo gjendje e keqe për neve, që na jena sprovuar ta, saqë Allah azza wa jall thot, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka mundësi që diçka jo e urreni, së dani, pa janë të mirën e juve, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. E ka mundësi që disa gjëra ju i dani, realisht ato janë keq për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu azza wa jalla është ai që din e ju jeni ata që nuk dini. Pashtu Ibn Taymi rahimahullah thot, nëse robi arrin me praktiku kënaqësinë ndaj Allahut azza wa jalla, nëse të është veç se këna arrit që të adhurim me praktiku, thot, ajo është hyn xhenetin e dunjas, që kushtim këtë xhenet me lejen Allahut ka me qenë prej banorëve të xhenetit në botën tjetër. Ju vëllezër e dini në rastin e Ibn Taymijes kur e kanë burgos ato fjalët e arta që i ka thonë, që disa dietarë thonë këto fjalë ngjojnë fjalëve të pejgamberëve për shkak të madhështisë të fjalëve që ka thonë. Thot, çka dojnë me mbo armisht e mi mu, nëse burgosin, atë kënaqësinë e kam zemër, rri e kujtoj Allahun, nëse më nëjnë të lirë, thire për Allahun, nëse më nëjnë largë njerëzve, mbes me kënaqësinë e Zotit, nëse më përzin me njerëz, i bëj dobi, për aso që më ka dhënë Zoti, thot, çka dojnë me mbo mu. Pra, kë njeri ka arrit me hyrë në këtë xhenet. Thot që ku të më lënë ti mu, jam në xhenet. Ka arrit me praktiku këtë adhurim, e ku do që të më shtesh mu, unë jam në këtë adhurim, s'ka problem për mu në asnjë gjendje. Për këtë arsye gjejna pejgamberin sallallahu të thonë, edhe keq edhe mirë, elhamdulillah, ala kulli hal, falënderimi të kon Allahut çdo gjendje. Para mënon edhe kur keq thot elhamdulillah. E falënderon Allahun azza wa jall. Pro kjo është se këta njerëz kanë arrit këtë nivel me praktiku. Omeri radiallahu anhu, në atë letrën e gjatë, e të famshme që ja dërgon Ebu Musës, që ka qenë qadi në Basra, të Irakut, mes tjerash i thot, o Ebu Musa, nëse ki mundësi me praktiku adhurimin e kënaqësisë Allahut, praktiku, se në ta je në xhenet para se me shku. E nëse s'ki mundësi me praktiku këtë adhurim, të paktën nduro, se nëse duron Allah është me ty. Pra mëson Ebu Musën Omeri radiallahu anhu se qysh me qenë robi karshi këtij adhurimi. Andaj vëllazni, nëse na jena të kënaqur me Allahun azza wa jall, kjo i bën që Allahu është i kënaqur me neve. Kur Allah azza wa jall i lavdon sahabët, gjeneratën që e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë nejt me ta, ose që nuk e kanë pa për shkak se kanë të verbër, por kanë nejt në shoqërinë e tij, kanë dëgjuar fjalët e tij. Kur flet për ta thot radiyallahu anhum wa radu an. Ata ishin të kënaqur me Allah, dhe Allahu ishte i kënaqur me ta. Thonë dietarët se për me qenë Allahu i kënaqur me ty,
është kusht thelbësor që ti mas pari me konë i kënaqur me Allahun. Se nuk kënaqet me ty derisa të kënaqesh me të. E të kënaqurit me Allahun do me thonë me konë falëndërues edhe i gëzuar në çdo gjendje. Qoftë ajo hidhrim, qoftë ajo pikëllim, qoftë ajo vujtje, qoftë ajo skomje, qoftë ajo në ko lufte, ko paqe, ko burgje, ko martese, fejese, kështu më radhë, çdo gjendje me konë i kënaqur me Allahun, se nëse arrijna këto, arrijna ato që është niveli më i lartë i adhurimeve që Allahu më qenë i kënaqur me neve. E ju e dini hadithin e gjatë që përmend Ibn Qayyim rahimahullah, në atë që e ka titullu Hayya ala ziyara, hanin vizit, në ato hadithet që transmetohen tek Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Abu Dawud e kështu me radhë, që mes tjerash Allah azza wa jall xhenetlive ju thot lëpni çka doni, ata thonë Allah na gjithë zbashku na arani fjalë me kërku prej teje që me konë të i kënaqur ndaj neve, sa na jena të kënaqur me ty. Thot Allah azza wa jall, sikur të mos isha konë i kënaqur me juve, nuk ju kisha fut në xhenetin tim. Andaj ky hadith tregon se për me hyrë në xhenet s'ki mundsi pa praktiku këtë adhurim. Nëse si i kënaqur me Allahun, s'është i kënaqur me ty. Nëse s'është i kënaqur me ty, s'ka xhenet. E nëse je i kënaqur, është i kënaqur me ty. E kur të kënaqet me ty, ka me të Allahun në xhenetin. Pra kështu, nëpërmjet këtyre kuptimeve, Ibn Taymi rahimahullah në disa libra na jep një farë forme se çysh duket ky adhurim në pamjen e tij të brendshme, e që na nëse e praktikojna me lejen e Allahut azza wa jall kena me arrit atë që e synojna, se kullu men jebda, çdo kush që fillon diçka me lejen e Allahut ka me arrit në cakun që ka synu. Nëse kena cak nasin Allahut, kena me arrit që kanë arrit gjithë shokët e pejgamberit sallallahu sa që Allah azza wa jall në disa ajete, në disa sura thot radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbah. Pra, po tregon edhe një cilësi tjetër prej atyre që janë të kënaqur me Allahun, Allah është i kënaqur me ata janë që kanë frikë Zotit vet, e që i bjen pa kompletimin e adhurimeve të zemrës, nuk kompletohet kënaqësia ndaj Allahut, e pa këtë adhurim nuk ka xhenet. E kjo është rëndësia e adhurimeve të zemrës, mos marrja me to, mos pasimi i këtyre dersave që e thonë e kanë shëruar edhe dietarët e hoxhallarët tjerë para meje si Hoxha Enes kështu me radhë, na bën neve vllazni me qenë larg atina synimet për me shku në xhenet, pasi që Allah azza wa jall thot illa man ata Allah bi qalbin salim, në ditën e gjykimit nuk pështakosh veç se kush ka ardhur Allahut me zemër të pastër, e s'pastrohet kjo zemër pa mbush me adhurime, e kur mbushet me adhurime, s'ka vend për gjunohe, që shto thënë djetarët, edha të ridun e në të hjun e në sunne, të mitun e në bida, fahju sunne, nëse dëni me myt një bidat, në gjallën e sunet, e nëse dëni me myt një gjuna, në gjallën e adhurim, e nëse dëni me në gjallën e bidat, mytën e sunet, nëse dëni me në gjallën një gjuna, automatikisht keme myt një adhurim, edhe keme qenë në arkti, nësë Allah në na falë, në mëshru. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.